Si shumë as buk tashim, as i gjallë. Nëna është shtorina jonë. Unë nuk e kam ndjerë kur në dashurinë e babit. Unë vetëm dëshirë do kisha ta shoha vetëm edhe në ëndër, po edhe ata se kam pas. Ju lutem shumë, bëni sa më virale këtë video. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Itali, unë do të ha dritaren për Roland Nikolin, i cili është vllai që ka humbur një vëlla dhe një motër, bëhet fjalë për Ndue dhe Violeta Nikolën, një histori që kemi trajtuar vetëm përpara disa ditëve, ku motra tjetër ishte në kërkim të tyre dhe pikërisht Alma. Por sot Rolandi do hedhi poshtë disa pjesë nga historia që Alma tregoi në live me Odetën dhe kërkon që të jetë këtu për të treguar historinë e vërtetë të zhdukjes së motrës dhe vllajt në atë kohë 12 dhe 14 vjeç. Por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur momentin kur Alma ishte në live me Odetën, unë dua në këtë moment të jap një klip, ta prezantoj Almën në pak sekonda dhe rikthehemi pasi është duke na pritur vllai i saj Rolandi live nga Italia. Atëherë babi im ka qenë pak i dhunshëm për familjen tonë. E nga herë na keq trajtonte. Mbaj mend edhe ditë kur kanë ikur. Babai i kishte dhënë si detyrë të bëj shëndrut, ndarket vonë kam shkuar e para unë të kërkuar, se e dia ku shkojshin për drut. Ata kanë bërë në eshta në i gabim në atë moment, në të kohë. Edhe nga frika babait kam frikë se nuk kanë kthyer më në shtëpi. Vajta kërkova gjithmonë s'kishte asgjë. Atëherë njeri i fundit si ka para dite ka qenë i plak i vjetër, tu kaluar lumin. Kurse dikush tjetër thot i ka parë tu fut me makinë bardhë. E kena gjetur pantallonat e vllajt. Këmishën e vllajt. Kena gjetur fustanin e getat e motres, dikush ja u ka hekur sa për të humbur gjuhën. Është pamundur se të kishin heq vetë rrobat ata. Mendoj se ata e kanë pas në lidhje me dikan. E kam dëgjuar vllajin, kam dëgjuar edhe motrën se është më mirë të zhdukesh se të jetosh kështu. Atë gjë kam menduar edhe vetë, jo vetëm ata. Unë e kam menduar një javë para se të vdesi babi me ka rrahur keq. Edhe jam lut Zotit, Zot më merr nga duart në ato momente dhe sot jam e penduar se nuk e mori me vërtet dhe me duket vetja fajtore se e kërkova gjë. Dukem fajtore sepse tama ndoshta Zoti më ka ndëgjuar dhe ka marrë babin tim, e kupton? Të mungojnë. Shumë. Edhe paktën mami ketë një lumturi të shikoj edhe një herë për herë të fundit. Paktën për këto vite si ka ngel jetë. Po të ishin gjallë do të isha vetëm një përqafim nga ata duhet. Jo vetëm unë, po dhe gjithë familja ime, po kryesorja është mami, se duhet të vetëm një përqafim, vetëm ta dina janë gjallë. E ta përqafoj dhe herë mami para se të vdesë, sepse ti shikonte një herë për herë të fundit. E dëgjuam këtë motër e cila tregoi me dhimbje humbjen e motrës dhe të vllajt në vitin e largët 1998 në Talet e Lezhës. Ajo tregoi dhe jetën e vështirë që kishin bërë në atë kohë pasi babai kishte ushtruar dhunë fizike ndaj motrës, vllajt, por dhe vet Almës dhe ajo dyshon se shkaku që ata u larguan ishte pikërisht dhuna e babait. Por vllai tjetër i familjes, Rolandi, i cili është duke më pritur, do tregoj një tjetër version, duke thënë se babai nuk ka qenë dhunues në familje. Unë do hap dritaren, do ftoj Rolandin, i cili edhe ai është në kërkim të Ndue dhe Violeta Nikolës, që fatkeqësisht nuk i ka njohur kurrë pasi ka qenë foshnjë kur ata humbën. Kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Roland, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Si jeni? Ju falenderoj shumë për këtë mundësi që më dha, që flisja me ju, sepse nuk është një mundësi më e madhe e jetës time, se falash se kam shumë emocione dhe nuk... Të besoj. Ju jeni një vlla që keni të humbur një motër dhe një vlla që bëhet fjalë për Ndue dhe Violeta Nikoli, që fatkeqësisht janë zhdukur pa lënë asnjë gjurmçëm prej 19 nëntorit të vitit 1998. I dashur Roland,
sa dhe ju të merrni pak vete nga emocionet, unë do flas dhe ju kur t'jeni gati të mirë kuptoj për këtë pjesë, ne flasim live nga Italia. Përpara disa ditëve, motra juaj, Alma, ka qenë me mua në live me Odetën dhe ka rrëfyer historinë e familjes, historinë e zhdukjes së Violetës dhe Ndues. Ju më telefonuat, më dërguat një email dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën. Po, dhe doja t'isha live, sepse janë disa gjana që motra, unë gjithsesi, motra nuk është rrit aty për të thënë që i njeh zonat e ku kanë humbë vllai e motra, po bashkë eksaktësisht aty ku kanë lënë gjërat dhe janë larguar. Edhe doja të thoje që motra e vllai im kanë dalë në ledhin ndru për të ngrohur, sepse atëherë ne kena qenë shumë në hall. Edhe kishim shumë probleme familjare, sepse babi ka qenë në mirë di. Kur kemi ardhur ne në Tale, kemi qenë të panjohur, nuk na njihte gjithë fushi, nuk ka pas shumë vite që kemi rënë aty. Unë kam qenë 3 muaj kur kena rënë në Tale të Lezhës. E qartë, ju jeni nga një zonë tjetër e Shqipërisë, por keni ardhur për të jetuar në Tale dhe Alma më tregoi që gjendja ekonomike nuk ka qenë e fortë. Për jetë më të mirë, gjendja ekonomike nuk ka qenë shumë e mirë dhe babi, gjithsesi babi ka qenë i merakosur sepse kishte 8 fëmijë që të mbalte, edhe ato 8 fëmijë stresi, gjërat i ka pas i shkreti, sepse ai mungon. Unë kam qenë 5 vjeç, unë nuk maj mend gjanë, edhe nuk i di gjanat fikse si ka ndodhur. Po për atë që më ka thënë mami dhe i ka marrë informacionet te motra, mami, vllai, gjithë, se unë i njoh gjithë, unë jam më i vogël i gjithëve. Edhe do me thënë pak gjërat jam. Roland, ju jeni më i vogël i familjes. Po, unë jam më i vogël i familjes, jam 27 vjeç. Dhe 100 vjeç u bëfsh. Ju kur babai ka ndruar jetë, keni qenë sa vjeç më the? Unë kam qenë, kur ka vdek babi, kam qenë 5 vjeç. Nuk e kujton dot imazhin e tij? Nuk e kujtoj dot, as vetëm foto, edhe nuk e kujtoj dot. Edhe nuk kam kaluar në gjallë të bukur, do doja unë vetëm dëshirë do kisha ta shoha vetëm edhe në ëndër, po edhe atë se kam pas. Je rritur pa imazhin e tij. Por jam rritur. Ke qenë shumë i vogël kur ka humbur motra dhe vllai, dhe ata nuk i njeh kush janë. Nuk i njoh. Po unë e njoh historinë sepse ma ka treguar mami, motra, vllai, gjithë, i ka marrë gjitha informacionet gjithkund. Por edhe unë Alma kur ka qenë në live me mua, nuk i ka thënë disa detaje të sakta? Alma disa detaje të sakta nuk i ka thënë sepse do me thënë motra, vllai, ne e kena të sigurt që ata janë sot është i sigurt nga zemra e gjithë familjes që janë gjallë, edhe e sigur që rrobat janë hedhë aty në ujë, kastile që të humbin gjurmet që janë mbyllë në ujë. Pa ata, gjithsesi nuk ka qenë e vërtet, dikush ka ardhur aty, ka marrë, sepse kanë qenë lidhur, gjërat kanë qenë bërë që ka herë, dhe motra vllai nuk ka dalë vetëm asnjëherë në plazh për të mbledhur. Atëherë nuk kanë kërkuar leje te mami e babi. Mami ka qenë aty në shtëpi, e smur. Si ta ka treguar nëna jote këtë histori? Do doja që të isha me nënën tuaj, por e premtoj që një nga ditët në vijim apo dhe në sezonin e ri unë do udhëtoj tek shtëpia e nënës tuaj dhe dua ta takoj personalisht nënën tuaj. Por ma rrëfe ditën e sot me Roland këtë histori, për si ta ka treguar nëna humbjen e vllait dhe të motrës? Mami më ka treguar sepse është vllai e motra, atëherë mami ka qenë smur fare. Edhe nuk lëvizte dot. Ka pas probleme me shëndetin. Edhe babi ka qenë punë atë ditë. Po punonte, ai gjithmonë punë, i shkreti, gjithmonë punonte për familjen e vet. Edhe kishte shumë ngarkesa. Edhe atë ditë kanë dalë pa lejen e mamit e babit. E kanë marrë sqeparin, to gjëra që litarin, gjëra që duhen për me dalë në plazh. Po. Kanë marrë rrugën sepse ne jetojmë në lagjën e Pukjanëve,
që ne jemi me lagje, kemi lagjen mjeritorëve, Pukjanëve, ne jemi bashkë në fund fare, ku është vajini dhe hidrovori, ku mbledh gjithë kanalet të lezhës e qartë, sepse Alma më tregoi që atë ditë babai i dërgoi për të mbledhur dru sepse ishte një festë dhe duheshin dru që nëna të gatuante në darkë. Atëherë Alma mund të jetë gabuar nga emocione, edhe unë kam emocione tani edhe mund të jetë gabuar shumë, sepse ata kanë dalë vetëm që do ishte ato dilshin për ditë, edhe nuk dilshin vetëm, asnjëherë dilshin me kushërinjërat, edhe me kushërinë, gjithmonë. Atë ditë që ne kemi dajat aty, kemi 2 dajat aty afër. E qartë, që janë afër fare. Edhe ata dilshin gjithmonë, me ata që më ka thënë mami, edhe unë i kam marrë, jo vetëm mami, por kam marrë shumë informacione nga vllai, nga motra tjetër, që mbajnë mend diçka. Edhe unë i kam mbajtur shënim këto gjëra. Atë ditë ata ka dalë. Prandaj do duhet Po, prandaj jemi në këtë live që ta qartësojmë sa më shumë historinë dhe të lutemi që ata të jenë gjallë. Urojmë që mos ka ndodhur asgjë e keqe me Fatime, Ndues dhe Violetës. Atë ditë ata kanë dalë pa leje. Nduja ka qenë 12 vjeç, kurse Violeta 14 vjeç. Kjo t'je përshtypjen që ata kishin organizuar diçka me njëri tjetrin për t'u larguar. Ata mu ma jep përshtypjen, logjika ime ma jep këtë gjë që ma jep përshtypjen që ata kanë dalë sepse dikush ka fol në fillim t'ju ka ofruar ai lek ose diçka, ne më varfrikemi që më dheta. Ne do kishim nganjëherë s'kishim as buk tashim, as i gjallë. S'kishim në ekonomi që trishim, ata ju kanë ofruar ai lek, në gjallë, që ata kanë pa, sepse fëmijë 12 vjeç. 14 vjeç, edhe me një çokoladë atëherë, ajo varfëria, ai mentalitet që ka qenë atëherë, me një çokoladë fëmia urrente. I dashur, Roland, ju keni qenë shumë i vogël kur babai ka ndruar jetë, por Alma më tregoi që ka qenë i dhunshëm ndaj nesh. Atëherë babai Alma mund, se ashtu dita shpreh, Alma mund ta ketë përjetu pak më shumë se unë, se babi ka qenë një punëtor shumë i madh, e njifte gati edhe lezha në ato 3 muaj, e njifte sepse ka qenë një murator shumë i madh. Edhe opinioni publik, aty ku në gjithë mirëdijtjen, edhe në gjithë babin nuk e ka njoft asnjë për në një keq. Se unë i njoh, unë kam thojnë ku djali ku jetë, kur shkoj atje bëjnë pyetje, se unë jetoj në Itali, kur shkoj atje djali marr kacer, si tham, sepse ne edhe do të thoja që edhe Cera, ne na thrasin edhe me mbiemrin Cera. Sepse dikur nuk na thrasin vetëm Nikolli, që shumë edhe mund të jetë edhe vllai e motra që inshallah do nxolli janë gjallë. Mund të bëjnë dhe këtë mbiemër të dytë. Edhe mund të kenë mund ta kenë dhënë mbiemrin ose në informacion që ata mund të kenë bënë ai kërkim ose në gjë do të kenë thënë Cera. Cera, sepse atëherë që mbiemri juaj i dytë është Cera, Nikolla ose Cera. I dashur Cera, po në dokumenta jo. Cero, në dokumenta jeni me mbiemrin Nikolli, po Cero njiheshit në zonë. Cera. Po, Cera, që t'jem e sakt dhe unë. Po. I dashur Roland, Alma përpos që tregoi një histori të dhimbshme, që babai e ka dhunuar Nduen, e ka dhunuar Violetën, më ka dhunuar dhe mua, fëmijët e tjerë më të vegjël jo. Ajo qau për humbjen e tij ishte e mallëngjyer absolutisht, por e shpjegoi dhe në formën që aq ishte kultura e babait dhe mendonte që nëpërmjet asaj dhune dhe autoritetit të tij të fortë të familje i jepte edukatën tek ne, pa e kuptuar se sa i lëndonte. Është Alma ma drejtën, mund të ketë drejtën e vet, po babi s'ka qenë aq shumë se
ka qenë edhe mami aty, prezencë, edhe mami e babi im kanë qenë ndefta shumë sa babi, do me thënë sikur të tha Alma, që nuk i ka dhënë asnjëherë asi shtyrje, asi gjë, po varfëria, unë them, varfëria që kemi pesë ne, ai mund të ketë dhënë një shuplak, një gjë kështu, po Alma të shi e ka marrë si kështu, si traumë, një shpull, një gjë, po babi s'ka qenë dhash aq agresiv që të marrë këtë emër agresiv. Por ndalemi tek historia e Ndues dhe Violetës. Çfarë dini ju? Atë ditë ata dolën pa leje nga shtëpia dhe shkuan tek zona e plazhit dhe u zhdukën aty. Atë ditë ata kanë marrë punobin që mos binë sy nga mami, nga babi, kanë ikë pa leje. Edhe atë ditë ata kanë dalë. Ka qenë pak si stuhi atë ditë, të drejtën. Edhe kanë dalë me mbledhru si çdo herë, po këtë radhë vetëm pa motrën, pa djemtë e dajs, pa vajzën e dajs. Edhe ata, unë e di që rrugë kanë bërë, unë jam rrit vetë, jam i vogël, jam rrit në talë, më plagë, do më thënë, edhe kam bërë edhe vetëm atë rrugë. Ajo rrugë që kanë përshkruar ata është një rrugë, le të themi, e rrezikshme, që... Ajo rruga nuk është e rrezikshme. Do me thënë, deri në një pikë nuk është e rrezikshme. Edhe kanali ku kanë kaluar ata që merrshin dru, nuk është i rrezikshëm. Ai mund kalojë deri në 30 cm ujë, më shumë nuk kalonte. Që e kaloshin kam ata. Që do me thënë, ajo është pak si rrym, që merr shumë rrym, ka shumë rrym aty edhe kanë frikën që janë ashtu. Po rrobat që janë gjetur atëherë në intervistat, se unë kam pa edhe intervistën e një kumshiu tim, që ka pas ai kumshiu im don shumë, don të është plak tani, ai nuk ka mundësi as edhe të flasë. Ai don të shumë që është munuar shumë që të na ndihmojë në gjithë vllajën e motrën. Unë e kam lexuar intervistën, sepse rrobat nuk janë afër grykes aty. Rrobat janë në plazh. Edhe janë të shpërndara. Pas humbjes së vllajit të motrës janë gjetur rrobat edhe të Violetës, edhe të Ndues në distancë të largët me rrobat me njëra tjetrën. Po, janë gjetur në distancë të largët, sepse për mendimin tonë tani atëherë ka qenë menuesi janë myt edhe bast, edhe u mbyll historia. Është mbyll aty kapitulli bast. Si thonë. Por në e komshia, i cili ka dhënë atë kohë intervistat, çfarë kishte para ai për motrën dhe vllajin tënd? Ai për motrën e vllajin tim kishte parë që ai ka qenë, do me thënë, ai ka të blogun e intervistës që kanë qenë bërë atëherë. E ka pas kom shtëpia edhe ma ka tregu mu. Ai atëherë më ka thënë që vllai e motra jote janë 100% gjallë. Edhe autori mund të ketë qenë që ka dyshime. Ai nuk më ka thënë asnjëherë mua emër mbi emër. Ka qenë edhe në ngjarjen edhe motrës së vllajt, kur kanë humbur atë ditë. Autori. Pra, le themi autori ka qenë në ngjarje kur ju dolët të gjithë si fshat që po kërkonit? Po. Që i bie që personi... Edhe Grabici, si ta shpjegoj tamam, fix, ta them trosh, Grabici ka qenë edhe aty me ata. Që do lunte rolin, aja është plak tani, aja tani nuk të ashtu. Po aja më thote, mos të ndalo kur, vazhdo kërko motrën tonë, ma thote që i vogël, unë isha i vogël, u vrisha u basha diçka, i kishte shumë kujdes për mu, se mu s'kisha babaz, s'kisha si gjon, edhe disha, sikur gjithë fëmijët, disha lodhsha, vrisha i gisht ose diçka, ai mjekonte më bëte gjithçka për mu. Edhe ai më thote, mu të ndalo asnjëherë për vllajën e motrën tonë. Mbaje men këtë gjë. Edhe shumë thotë ai, po, dhe ai e ka shtuar. Me sa po kuptoj unë, komshia ka arritur të shikojë diçka që një person i zonës ka patur gisht në zhdukjen e motrës dhe vllajt. Po. Por ai nuk deklaroi asnjëherë një emër. Nuk deklaroi asnjëherë. Ai nuk ma deklaroi kur mu, se ai unë vëllën do të më ashton, nuk ma deklarote sepse më thote nuk du që të shkatroj familjen ti, thote s'ke babë, s'ke si gjanë. Po të kalojsh ti në një je më i vogël i gjithëve,
se ne jemi vetëm 2 vëllezër tani. Kemi qenë 8 fëmijë, jemi 5 tani. Fatkeqësisht. Edhe ai më thotë që nuk do të shkatërronte familjen. I dashur, Roland, unë e kuptoj që ju keni qenë fëmijë dhe nuk i harroni kurrë ato fjalë të atij komshiu që të ka thënë motrën dhe vllajën e ke gjallë, kërkojmë, mos e lini këtë histori, ata nuk janë mbytur, sepse dyshoj që ai ka parë diçka. Por ju vetë në familje, kur themi ju, e kanë fjalën nëna dhe babai në atë kohë, domethënë çfarë ka treguar nëna ty sot. Kanë patur dyshime për person të fshatit që ndoshta mund të ketë gënjur motrën dhe vllajën dhe i kanë rrëmbyer. Atëherë babi nuk e ka kapur në kohë fare, se ai ka qenë në mërësit. Kur i kanë humbur 2 fëmijë, shumë ma ka thënë babi. Ai nuk ka qenë më babi, ka qenë person që punonte, shkote në punë edhe gjithmonë i mërzitur, edhe vinte në shtëpi gjithmonë i mërzitur. Edhe babi nuk ka pas mundësi që ti konceptojë gjitha këto gjëra, që ti marrë kondicionat që ai kanë vjedhë ose i kanë marrë ose kanë marrë diçka. Që ka qenë pak kohë. E qartë, po nëna juaj ka pasur një dyshim? Nëna ime është nëna ka ngel gjithmonë me atë shpresën që dikush i ka marrë. Po mama nuk di, nuk ka fakte, nuk di asnjë lloj gjaje. Sepse kanë që atëherë shteti nuk di ti zgjidhë asnjë gjë atëherë. Atëherë janë bërë kërkime në det, ideja që ata u mbytën, me që u gjetën rroba. Kërkimet janë bërë me pulumbar, nga kepi i Redonit deri në ranë të Hedhma atje. Janë bërë shumë. Edhe me peshkatarë dhe zona aty janë shkuar gjithë në kam, me rjeta peshku, me gjithçka kanë kontrolluar atëherë. Atë që unë e kam të sigurt 100%. Edhe pastaj edhe policia i di këto gjëra shumë mirë, shteti shqiptar i di shumë mirë, sidomos dega e mbrëmshme e Leush, ato i di shumë mirë, i kanë dosjet, po duan i hapin, po shpresoj që i di do hapin edhe herë këtë çështje. E urojmë. I dashur Roland, unë e kuptoj si ju edhe Alma e hidhni poshtë pistën që janë mbytur. Ju nuk e keni besuar kur që motra dhe vllai u mbytën në det atë ditë, atë 19 nëntor të 1998-s. Gjithnjë keni dyshuar se ata u rrëmbyen. Sot ju jeni një djalë i rritur dhe po flasim të dy së bashku në këtë live. Motra ka qenë 14 vjeç, në një moshë adoleshence. Mendoni që ato fazat e para të një njohje, të një dashurie mund të rënë pre me mentalitetin traditës që kemi pas ne, në asnjë lloj mënyrë. Sepse jemi rritur në një varfëri që nuk e mendoshin fare fëmijët atëherë që është dashuria. Ta them unë. Pra, e qartë, nuk e mendoni këtë gjë. Ju mendoni që nuk e mendoj asnjëherë dhe i trafikuan për shfrytëzim motrë e vlla. Çfarë dyshoni? Ata ose mund t'i kenë trafikuar, ose mund t'i kenë marrë t'i qenë në një familje, sepse edhe 12 vjeç, pa shkollë, pa gjë, ju kanë dhënë shkollën, mund të kenë edhe harruar gjuhën fare. Ajo nuk i dihet fare. Edhe mund të kenë shkuar në një familje, unë jam vetë jashtë, kam marrë në Itali 16 vjeç, edhe e di se si është. Po të vish edhe më i vogël, e mëson, unë i e kështu se kështu e mendoj unë, e mëson, po të vish më i vogël këtu, e mëson më shumë gjuhën. E di më shumë, edhe më shpejt. Alma më tregoi që atë ditë në fshat, sipas informacioneve që dolën, ishte parë një makinë e bardhë, ku një person ishte parë dhe fëmijë. Është vërtet, edhe e kuqe, nuk e moj mend fiks, unë se si ma ka thënë mama, po faktikisht jo e bardhë, ka qenë e kuqe. Edhe atë e ka pa një kushrire jona, pa ajo pas dritë, nuk është ma, nuk jeton ma. Edhe fatkeqësisht, nuk ka bërë. Edhe ka qenë edhe një nuk është kumshi, po një aty i zonës, që ai ka qenë me dele. Me dele ai ka pa për herë punë, po.
ai ka pa për herë funit. Edhe ajo grua, kushërira jonë, që të dy për fat keq nuk jetojnë. Por kur ata kur kanë qenë gjallë, çfarë kanë deklaruar? Po, tani unë të shpjegoj vetëm ku është kush ka pa i pari. I pari ka pa ky plagu që ka qenë me dele, ka qenë shuban, dhe ky ka pa në kam. Nuk ka pa makina asi gjan tjetër. Kurse mas andej, ajo kushira jonë ka pa që po kalon të një makinë në ato orë, edhe fëmijët kanë qenë pa nga i plaku, po atë dite. E qartë. Po atë dite, ajo ka pa makinën e kuqe, edhe është dhënë si informacion. Ajo nuk i ka pa fëmijët, ajo ka pa vetëm makinën, me gjama të zi, që kështu më e men edhe unë, që ka kalu. Por zotria që i ka parë të dy fëmijët fillimisht duke ecur në këmbë, çfarë drejtimi po merrni në ato kohë Violeta menduan sipas? Kanë të marrë drejtimin kanë qenë para që me ik në hidrovor, edhe pastaj me dalë në det për me ik me kalu kalon zonën e hidrovorit. Pak 200 metra ma afër detit, do me thënë që ishëm me dalë në plazhe. E qartë, sepse Alma ka qenë më e rritur se ju në atë kohë dhe ka kujtuar edhe bisedat që bënte Duja me Violetën, të dy në darkë në shtëpi. Dhe të jepte përshtypjen sikur ata të dy kishin një sekret dhe po e mbanin me njëri tjetrin dhe sikur mund ta kishin planifikuar atë largimin vetë edhe të pavetëdijshëm se fëmijë kanë qenë, se nuk e kuptonin se çfarë i priste dhe ku do shkonin. Por e kuptoi kur Alma më tha që motra i tha vllajt që një person ma bëri me dorë. Po. Edhe unë po të them që ai ma merr mendje që ato do ta kenë planifikuar mirë që t'ikin, sepse varfëria ka qenë e kalueshme atëherë. Edhe do t'i kenë ofruar shumë gjëra që ndoshta ata kanë kujtuar që jeta mund të jetë e mirë jashtë shtetit, ose edhe unë jam jashtë shtetit dhe unë thoja që do gjenja këtu një bukuri, po vetëm punat presin shumë vështirësi, shumë gjëra. Roland, unë uroj dhe shpresoj sinqerisht që Ndua dhe Violeta Nikolli mos t'jenë mbytur atë natë, t'jenë gjallë, të ndodhen diku. E kuptoj, ti e vllai më i vogël i shtëpisë që fatkeqësisht vetëm nëpërmjet fotove e njeh Violetën dhe Nduan. Dhe kjo është një fatkeqësi. Do doja që ditën e sotme në këtë live të përcjellni një mesazh, ndoshta për gjithë ata njerëz që mund të dinë diçka për zhdukjen e motrës dhe vllait tënd, por edhe vetë atyre nëse janë gjallë dhe të dëgjojnë. Unë do doja t'ju thoja opinionit publik, ju lutem shumë, bëni sa më ma virale këtë video, që të bëhet diçka e dukshme, që shteti t'i hape edhe dosjet t'hape gjithçka, dhe vetëm të ndihmoj për atë nënt time që i qanë zemra çdo ditë, edhe merr në telefon çdo ditë, më thot gjithmonë si je, pastaj ma kthen gjithmonë me muhabetin e dy fëmijëve, sepse ata nuk janë dy pula apo dy ka. Edhe shteti na ka lënë shumë mas dore, edhe unë do doja shumë opinionit publik që ta bëjnë sa më viral këtë gjë. Për shpirtin e nënës time edhe për familjen tonë, që ne nuk mundi harrojmë dot. Se vetëm tek ne ka ngel, sepse te shteti nuk na ka dhënë një mes mas i vend. Me asnjë nuk na ka dhënë një indic ose diçka. E kanë lënë gjithmonë mas dore, sepse ne kemi qenë pa fat, pa mundësi që kemi kërkuar që kemi pas mundësi në çdo lloj aspekti, mënyre, kemi qenë në Greqi, në çdo lloj shteti. Edhe unë pranej ju bëj thirrje gjithësh. Edhe me gjitha uroj që zëri juaj të dëgjohet ditën e sotme në këtë live. I dashur Roland,
por motrës dhe vllajt tënd gjithmonë me shpresën se janë gjallë, por nuk dije se si ka vazhduar jeta e tyre. Çfarë do i thoshe sot, ti si një vllai i vogël që nuk i ke njohur? Unë do t'ju thoja vetëm t'jenë mirë, t'jenë shnosh, edhe po t'jenë gjallë, do doja t'i përqafoja, edhe të afrohen pranë familjes, t'jesh kaq të dum. Ne nuk dum t'ju hyjë jeta asnjë gjë, nuk dum vetëm thjesht ta dim a jeni gjallë, edhe t'ju përqafojmë se jo. Sidomos ajo nane ime që ju pra gjithmonë me dorë në zemër. Edhe do doja shumë që t'na njihni mbesën Nipra, shumë familja jonë, çfarë kena hekur. Tani jemi gjithë mirë, pa djesh zoti, kemi punuar, kemi investuar, kemi bërë shumë gjëra. Edhe nuk do doja që ta dini që ne jemi mirë. Edhe ju, edhe ne duhet ta dim që ju t'jeni mirë, t'ju japim një përqafim pakën. Kaq. Roland, unë e besoj që keni vuajtur, pas vdekjes së babait jeta juaj ka qenë më e vështirë dhe nëse të pyes për fëmijërinë tënde, është e hidhur atje në Tale? Fëmijëria ime ka qenë atëherë, unë e quj bukur. Nuk e quj histori e dhimbshme ose diçka. Jo, thjesht e qartë, thjesht fakti që nuk u rrite me figurën e babait dhe kur u rrite mësove që kishte dhe një motër dhe një vlla të humbur, në këtë sens e kam fëmijëri e hidhur. E hidhur ka qenë sepse faktikisht kur rritesh pa dashurinë e prindve, se unë jam prind vet tani, edhe nuk kam nevojë të lej as një sekond, kam një vajzë një vjeç. Edhe nuk mund ta lej një sekond vetëm. Edhe unë e di që do thot prind. Unë nuk e kam ndier kur dashurinë e babit. Edhe nuk e di si të drejtën përjetohet, po do doja shumë. Do doja shumë ta përjetoja dashurinë e babit. Po për fat keq jeta është kështu. Edhe unë jam besimtar dhe Zoti i ka në dorë gjitha. Edhe ndoshta një ditë Zoti na bashkon gjithë bashkë, edhe na bën krenar. I dashur Roland, fëmëria jote, rinia jote derisa ti u largove drejt Italisë, ka qenë aty në Tale të Lezhës, ishte nëna që i ngeli barra e madhe pas vdekjes së burrit të kujdesej për fëmijët e vegjël. Nëna ka pas vujtje shumë për zonë. Ajo mbetet heroina juaj. Nëna është heroina jonë, unë nuk e lej një sekund, unë gjithmonë me sa kam pas mundësi që tani jam rrit, se kam pas mundësi e kam ndihmuar me gjithë shka, nuk e kam lënë asnjëherë, nuk do doja ta leja vetëm, sepse ajo është mësuar të rrije në vendin e vet, nuk ka dëshirë vije këtu në Itali, sepse edhe gjua është pak e vështirë për atë. Edhe nuk do që ajo nuk i pëlqen të jetojë në pallat ose diku. Do të rrihet në shtëpinë. Ajo ka qef që të mbjell ato patatet e veta, mbaj ato domate, ato kafshë ka aty në shtëpi. Edhe nuk doin që televizin, ne nuk dojnë kur ta lenim vetëm, por për fat keq, po është mirë, tani është mirë. I dashur Roland, e kuptoj, është zgjedhja e saj që ka vendosur aty të jetojë në shtëpinë e saj. Më thej 16 vjeç ke emigruar drejt Italisë? 16 vjeç ke shkuar për herë të parë në Itali? Po, 16 vjeç. 16 vjeç. Shumë i vogël, që në këtë moshë ke filluar të punosh? Po, unë kam vazhduar të punoj kopshtar, edhe tani jam edhe tani unë jam një kapo skuadra, do më thënë në punën që bëj. Jam profesionist. Se u bën pite, që punon dhe sigurisht i e rritur, por besoj që ka qenë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë Odeta për zotin. Ne kemi ardhur, unë kam ardhur si në kamp për sepse isha
Po, si i mitur. Nuk kishim të ardhme, Odeta, as lloj të ardhme. Në Shqipëri nuk unë mbaj mend mësuesin time, mësuesi i thoshtë atëherën, Po. e mbaj mend punën time që vunë re që në matematikë i bëte llogarit në telefon, edhe qa do të mësoja unë atje, qa do të bëja unë. Unë këtu të paktën mora një profesion, mora diçka të bukur. U martova, u bëra baba. Krijove familje. Edhe ke shumë që merr diçka të bukur këtu. Kurse në Shqipëri atëherë, ku ishim unë aty në Tale, nuk kishte asnjë lloj pune, asnjë lloj gjaje. Mama vetëm do të mbate, jo do mbate mua, unë më i vogël isha, motrat jo të rritë gati aty, ishna detyrueshëm që të shpërndahemi. Nga shteti nuk kishim asnjë lloj ndihmese, asnjë lloj gjaje. 30.000 vjetra na jep të shtetit për të ngrënë. Imagjinoje çfarë do bëshim ne në atë shtet, kur asnjë s'na ndihmonte, s'na jepte asnjë lloj ndihme. E qartë, për një nënë që ngeli e ve, burri i vdish me fëmijët e vegjël. Në atë kohë Alma ka qenë motra më e madhe. Alma ka qenë motra më e madhe, po. E cila edhe ajo zvendësoi atë rolin e djalit të rritur të shtëpisë që u kujdes edhe për ju. Edhe ajo, edhe Alma ka bërë shumë investime. Unë nuk e harroj kur se Alma pruni si erdha vetëm Alma më ndihmoi që të vishim ilegalisht në Itali sepse ishim detyrueshëm, edhe ajo më ndihmoi që nuk e harroj kurrë, është motra ime, e du shumë. Edhe gjaku juaj. Nga ajo jam aty ku jam. Pastaj ajo fliste me dashurisht. Ashtu bësh, kështu i thojnë nga ne, se kështu jena rritne. Dhe mam vjen shumë. Po. Sigurisht më vjen. Na kanë rënë shumë gjëra, shumë hallë, shumë gjëra. Po tani që jemi rrit, jena munduar që ti përballoni dhe të shikoni jetën tuaj dhe më vjen mirë që jeni sistemuar pavarësisht se keni një plagë të madhe në familje, humbjen e Ndue dhe Violeta Nikollës, që më lejo në këtë moment në të live të bëj një thirrje, sepse gjithë ajo që ne jemi të dy së bashku është të zbulohet e vërteta çfarë ndodhi me fatin e vllajt dhe të motrës tuaj. Ndue dhe Violeta Nikolla dashumish, fotot që po shikoni në ekran janë motrë e vlla të cilët fatkeqësisht u zhdukon dhe humbën kontaktet me familjarët e tyre në 19 nëntor të vitit 1998 nga Tale e Lezhës. Ndue ka qenë vetëm 12 vjeç, ndërsa Violeta 14 vjeç. Kanë kaluar shumë vite dhe ende nuk është zbuluar historia e tyre, dhe pse fillimisht u dyshua se ata u mbytën në det, por gjithnjë familja Nikolla ka këmbgulur se kemi të bëjmë me një rrëmbim dhe nuk janë mbytur në det. Ne urojmë që ata të jenë gjallë, kushdo që e di këtë histori, kushdo që ka informacion qoftë anonim të marrë guximin ditën e sotme, të më telefonoj në numrin tim 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. I dashur Roland, unë ta uroj me zemër, sinqerisht që kjo histori të zbulohet, sepse e kuptoj që sot ju të gjithë jeni rritur, keni krijuar familjen tuaj, jeni në emigracion, jeni të lumtur me familjen tuaj, por keni një plagë të madhe atje në familjen e Tales, aty ku është nëna juaj, për humbjen e Ndues dhe Violetës. Uroj që të zbardhet kjo e vërtet. Shumë faleminderit nga zemra. Ju falenderoj shumë për këtë mbështetje, për këtë mundësi të madhe që më dhe. Edhe unë do doja që t'i gjejmë vëlla motër, që t'jenë sa më shpejt, paktën t'i shohim, t'jenë pranë nesh, t'i shohim në sy, sidomos nga jo nana ime, që po vuhen çdo ditë, e çon çdo ditë, vetëm shpirti e zemra jone di atë. Dhe uroj shumë që kemi ndonjë informacion të mirë për vllajën e motrën time. I dashur Roland,
i kam premtuar dhe Almës që ne këtë histori do ta vazhdojmë. Uroj, është shumë e vështirë, një ndër historitë më të vështira, padyshim, por do ta vazhdojmë dhe uroj që të zbardhet kjo e vërtet. Kështu që do mbetemi bashkë në kontakt dhe të falenderoj që të pata sot në këtë live dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet. Shumë faleminderit. Të përshëndes nga Tirana, Roland. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit dhe për mbështetjen tuaj dhe takohemi nesër me një tjetër denoncim, me një tjetër histori. Mirupafshim.